Ne veç se po zbatojmë një ligj nga periudha para 13 vjetëve dhe më në fund po zbatohet ligji, do të bëjmë inkorporimin e të gjitha strukturave të cilët janë në sistemin e shëndetësisë dhe të arsimit. Ju e dini që strukturat të tjera ilegale të Serbisë, sikurse ato të sigurisë, pastaj të financave, të administrimit, nuk ekzistojnë më në Republikën e Kosovës, kanë ngelur edhe arsimi e shëndetësia, ato do t'i inkorporojmë, por që ta bëjmë këtë është domosdoshme që një herë të kemi listën e të gjithë mësimdhënësve, të gjithë mjekëve, infermierëve, të cilët punojnë në këto struktura në sistemin arsimor. Ne nuk dëshirojmë që pacientët serb të ngelen pa trajtim shëndetësor, ne nuk dëshirojmë që nxënësit serb të ngelen pa mësim, por kjo duhet të bëhet në mënyrë legale. E në mënyrë legale do të thotë për brenda kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë së Republikës Kosovës, dhe në këtë aspekt po punojmë, duke dhënë edhe një dritare 12 mujore, përkatësisht 3 mujore për qëndrim, pastaj për punë dhe për pajisje me dokumentet Republikës Kosovës. Ju e dini që afatet të këtilla të ngjajshme kemi dhënë edhe kur ka qenë puna për targat e automjeteve, prandaj gjithçka po shkon siç është më së miri, dhe ky nuk është një veprim politik, ky është zbatim i ligjit, zbatim gradual në bashkëpunim me Bashkimin Evropian, në mënyrë që në Kosovë të kemi legalizim, normalizim, investime për të gjithë qytetarët pa dallim.